Po fatkeqësitë natyrore janë të paparashkueshme dhe ato ndodhin gjithmonë. Mirë po duhet që gjithmonë ne institucionet jemi të gatshëm qoftë në bashkëpunim me qytetarët, qoftë që të përballojmë këto ndryshime apo këto fenomene natyrore. Në mbar botën kemi pasur rritje të këtyre fenomeneve natyrore nga ndryshimet klimatike edhe Kosova është përfshirë nga këto ndryshime klimatike dhe po shohim që po kemi stuhi të ndryshme sidomos ditët e fundit me përmasa mjaft të mëdha apo me era të fuqishme, siç e pamë dje përveç materiale, fatkeqësisht kishim një qytetar i cili humbi jetën në komunën e Vitis dhe kjo e bën situatën më të rënduar. Pra fatkeqësitë natyrore ndodhin gjithmonë dhe ato nuk mund t'i parandalojmë, secili duhet që të banojë që kur të ndodhin pasojat të jenë sa më të vogla. Po erat e forta që po fryn janë intensitetet mjaft të lartë dhe si rreziqet mjaft të mëdha janë për qytetarët duhet të dinë që kur të fryn erat e forta atëherë në vendet e hapura mund të shkulen ndrojnë të ndryshëm apo pemë të ndryshme, pastaj objektet në ndërtim mund të varten, mund të shkulen nëse është intensiteti i lartë i këtyre erave, mund të shkulen edhe pullazët apo edhe këto gjitha, pastaj billboardet të ndryshme, rrjetet elektrik mund të dëmtohet, bllokohet komunikacioni dhe qytetarët duhet të dinë që nëse veç kanë paralajmërimi për fatkeqësi të ndryshme apo për këto stuhi, mos të qëndrojnë afër pemëve, mos të qëndrojnë afër ndërtesave që janë duke u ndërtuar, afër rrjetet elektrike, sepse gjithë këto mund të rrezikojnë jetën e tyre. Nëse janë ambiente hapura apo nëse janë makinë, kur të ndodhin në fazën e parë, të mundohen që të ulin shpejtësitë, mos të rrinë afër pemëve me makina në mënyrë që pasojat për ta të jenë sa më të vogla. Por çka është më e rëndësishme, kur kemi paralajmërim dhe paralajmërimin e kemi pasur nga Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës, atëherë duhet që nëse nuk kemi patjetër që të mos dalim në atë periudhë apo që të qëndrojmë në shtëpi dhe të mos bëjmë lëvizje nëse nuk kemi nevojë. Nuk ka rajon të caktuar, mi po e pamë që gjatë ditës së djeshme rajoni i Suarekës ishte më i rrezikuar për shkak të temperaturave, për shkak të erave mjaft të forta dhe këtyre stuhive dhe erat arritën shpejtësinë deri në 85-86 km/h në rajonin e Suarekës, e pamë që ishte mjaft e rënduar, pastaj ishte rajoni i Vitis, por edhe rajonet tjera ishin të ekspozuara nga këto stuhi, pra qytetarët gjithmonë duhet që të ndjekin paralajmërimet e institucioneve në mënyrë që pasojat të jenë sa më të vogla dhe të mos rrezikohet jeta e tyre. Jo vetëm stuhitë, institucionet në vazhdimsi duhet të jenë të përgatitura për fatkeqësitë natyrore, sepse ato mund të ndodhin gjithmonë dhe së bashku me qytetarët të kenë një koordinim të mirë në mënyrë që të kalojnë këto stuhi apo këto fatkeqësi pa pasoja. Kur jemi të institucionet, atëherë si ato lokale, pra komuna, si ato qendrore, gjithmonë duhet në vazhdimsi të punojnë në këtë aspekt. Institucionet komunale apo komunat përmes drejtorive të emergjencave dhe sigurisë duhet që të kenë janë ligjërisht të obliguar që të kenë dokumente të vlerësimit të rrezikut, pastaj planet emergjente të përditësuara, të bëjnë pastrimin apo krahasitjen e pemëve nëpër qytete, ato ku mund të rrezikojnë jetën e qytetarëve dhe ambientin e hapur gjithmonë të kenë parasysh, sepse këto po i dëmtojnë apo qoftë popullatën, qoftë makinat e ndryshme kemi parë, por çka është më e keq apo rrezikojnë jetën e qytetarëve. Ndërsa institucionet qendrore në vazhdimsi duhet të punojnë dhe të ndajnë buxhetin e mjaftueshme që të investojnë në kapacitetet apo në burimet njerëzore të emergjencave, në këtë rast të zjarrfikësve që janë intervenuesit të parë dhe të ndajnë mjetet edhe për mjetet e pajisje që të kenë sa më të mira në mënyrë që kur të intervenojnë të mund të kryejnë punën e tyre ashtu më së miri në dobitë të qytetarëve të vendit. Çfarë duhet të bëjnë qytetarët, më e rëndësishme është që mos të ekspozohen në ambientet e jashtme kur jemi në këto fazën e stuhisë, por nëse janë për shembull në shtëpi apo në oborrët e tyre, gjësendet që mund të shkulin apo që mund të fluturojnë, mundësisht që t'i kontrollojmë disi apo t'i vëjmë në vende më të përshtatshme, pastaj në balkone sende të ndryshme, në mënyrë që ato mos të ekspozohen dhe të presim që të kalojë stuhia, pra masat i thamë më herët, nëse janë në ambient jashtë, mos të rrinë afër pemëve apo afër objekteve që mund të bien mbi kokën e tyre dhe të lëndohen apo të rrezikojnë jetën e tyre.